nëse do dalin pension dinjitoz, ti të bësh jetë normale? Inshallah, ç'o themi tani. Çfarë do të bëjë qeveria më shumë që pensionistët në këtë vend të bëjnë një jetë normale? Jetë seksi, ha? Sa do bëjmë? Thuhet se Rama deri në 2027 pensionet do t'i dyfishojë. Kohën që kanë punuar prindit, pensionet janë shumë të ulta. Me 140.000 lekë në muaj nuk mund të jetoj dikush. Edhe babi dhe mami me zanat në doktorit, mami ka qenë mësuese. Këto pensione janë qesharake, 140.000 lekë në muaj nuk mund të jetoj as me 400.000 lekë në kohë që është shumë kohë krize. Si do ja dili me lekët, me çfarë do i prisin? Nga do i prish lekët që do t'i japi kryeministri për pensionin? Do t'u arrisë pensionin? Shikoj gjaq. Qaj ministër është rëna cak. Jare. Po. Sepse tënë bota respekto moshën e tretë, ai nuk do me di se ekzistojnë. Unë e urrej. Ai tha që do t'u arrisë lekët. Por të e të urrej. Rama nuk do t'i rrisi pensionet, asnjëherë. Sepse jetojmë në një rend shoqëror të pa barabartë. Dhe një rend shoqëror pa barabartë nuk ka mundësi të rritet pensionet. Pa barazia shoqërore. Një sill këto. Për publikun e thjesht nuk e kuptuam. Pa barazia shoqërore nuk lejon që të nuk po rrit gjitha linear. Për shembull, ti që merr 100.000 lekë do të vej 200.000 lekë, ai që merr 300.000 lekë do vej 600.000 lekë. Pa e ka llogarit kur të vdesit një sasi e madhe për 5 vjet. Në 2027 do vdesin pensionistët? Do vdesin gjysmë e pensionistëve, mendon ai kështu. Sepse edhe ministri e tij, ajo Olta Manjani, tha një herë që Olta Manjani. Fajnë ka. Linda Balluku. Olta Manjani ishte zëvendës ministri i ekonomisë dikur, tani nuk e di se kush është. Tha një herë që tha fajnë ka tha jetë gjatësia. Pastaj tha që lusim që të rënë gjatë, po një herë sakta që fajnë ka gjatësia. Me fjalë, ajo pret vdekjen tonë, edhe ai pret vdekjen tonë. E nuk ka ndërmend të rëgjit pensione. Unë do detyrojmë të shkojnë në gjykatë në Strasburg, të hapë gjyq me shtetin, do edhe shtetin në gjyq. Sipas jush, kush i ka vidhur pensionet? Nuk e di, se di asnjëri, shteti shqiptar ka ndruar 10 kryeministra, 20 presidenta që në 90-ën. A je kënaqur me këtë bonusin që do të japi Rama? Po nuk jeton dot me kaq para, nuk ka bonus fare. Këtu pensionet duhet të ishte të merrnin këta 800.000 lekë pensione. Që të jetoj një plak që është në moshën 75-80 vjeçë. Si ka mundësi që nga ekonomia? Sa po thamë që me pensionet ju vetë si individ si jeni të kënaqur. Qeveria ose shteti le të themi lejon që firmosin tendra miliona euro. Është një fjalë e vjetër fukaras, para fukaras mos hamisht pjekur. Ai që do pa që mos ja kthe me hekur. A do ja kthe me hekur Belinda Balluku thua? Jo Belinda Balluku jo. Belinda Balluku vjen nga shtresat e pasura, më fjalë. Vjen, është bon shtresë e pasur, se vjen në shtresë e pasur. Pra ti thua që Rama ose kryeministri ka frikë se është mbese Beqir Balluku thua? Jo, s'ka mbese Beqir Balluku, Ka frikë apo jo s'ka frikë, po ajo ka ato, ka marrë ato përmasa nga vendi i punës që ka pas, ka rritë që të fuqizohet. Njerëzit tu po flasim në vetën, shikon lollo njeriu thotë haset njoft, ça njefti? Po tallë se nuk mbijeton dikush me 140.000 lekë, ça të thojë ti? Ja ti që ti në vend prindërve, ça do bëje? S'mbijeton dot. Sa do t'jeti pension Shqipëri? Edhe shtëpia jote po të ishte, dritat dhe ujin që të kishe shpenzime do t'i paguaje. Me 140.000 lekë është qesharake. Si që këta qeveritarët tanë nuk i japin lekë për pensionistët, por i japin lekë kësaj Belindës, firmosi tendra. Lema Belinda, te Belinda, ajo duhet shkoj atje ku është për të shku. Kaq. Atje më burga, ku të shkoj? Kaq po them. Më mirë të zgjidhet vit një komision nga Bashkimi Evropian të jetë vetë dorë për të gjitha gjërat që kanë ndodhur dhe të marrë filmi. Ditë po tallen njerëzit. Se s'mbijeton dot, është diçka reale. Nëse tallesh ti me mua dhe unë vi aty ta hedh një bombull gazi, ta bëj siç e bën Partia Demokratike që e boni këtu. Tu ka kaluar 20 kryeministra, 20 presidenta. S'meret vesh fare se qa bëhet. Jo t'i vodhe kaq, jo t'i vodhe kaq. Po t'jetë për t'vjedha. Po t'vjedhun ty t'fus në thasës, se merr vesh një 2 goca, partia kanë marrë peng një çuni kërkoshin lek t'jatit. Po i kërkon policia ato 2 gocat. Kanë ndarë njerëzit nga binaret. Urdhëroni. A jeni të kënaqur me pensionin që merrni? Jeni pensionist apo jo? Po. Jeni të kënaqur me pensionin që merrni? I kujt televizioni jeti? Tek Panorama Online. Panorama, jam shumë i kënaqur. Shumë i kënaqur. Po.
Sa pension merrni? Unë pension marrë 700.000. Merrni jashtë apo këtu? Këtu ore. Pse habitesh? Ke qenë kryeminist apo ke qenë? Unë kam qenë president, kam qenë kryeministër. Urdhëro. Sot unë marrë 700.000 lek. Kokra më kokër. Po pse ankohen këta thonë Ata se di? s'kemë pension? Ata nuk e di, ata tjerë, ata që ankohen nuk e di. Rritet e pensionit ti do të fishohet pensionin 2027. Mua do më vej 2 milion. Urdhëro. Allah, Allah. Lego letër, Qa punë ke bërë një? Ata, këta do të dishti, kaj do të dishti, se qa punë ka bërë, di unë. Unë sot marrë 700.000. Po s'ke popull, s'ka bole populli, kash, edhe iga. Respekte. Sa lek do? Sa lek do, t'ja punë. Sa lek do? Sa lek e me vete? Sa lek do ti? Sa lek e me vete? Dua 500.000 lek. Ma që shkotë, pase gjëtë. Urdhëro. Sa lek do? Ti s'ma ke pension shqiptar. Do këtu, sa lek do? Një. Ato që dalin kështu po. Prit, se ata dhe. Po pse me këtë? Sa lek do? Ja! A pra mirë. A vash, sa lek do? Urdhëro. Banka e Shqipërisë, te banka ishe tani? O ta di unë. Ata di ti. Mu sa të m'japin bërë qatë vers. Faleminderit, sa të m'japin. Sa pension merr? Unë marrë 23.500 nuk di. Si a del me ato? Si a del me? Ose 235. Kash. Je i kënaqur? Po, dash kënaqur, dash mos. Kash është mundësia ime. Tani që do të fishohen. Prap, Me çfarë do i prish ato lek? mirë është naja punë. Mirë, është. Naja. Qatë fitësh, qatë bjerë nga pemë, me rrahë. Po ta kapish në kooperativet bujqësore, dhe me thonë, para viteve 90. Një punonjës merte 1 euro në muaj, dhe me thonë, me vlerën e sotme, se i bite 30 lek, 3 lek, 3 merte, dhe me thonë, ditë, në punë, në kooperativ. Dhe me thonë, 30 ditë, i bite 1.000 lek. Edhe tani, pensioni shkote në 500 lek, 700 lek, dhe me thonë, në muaj. Sot, një pensionist e ka për shembull 230 afërsisht, dhe me thonë, rëgën. Kemi një rritje me 200 herë pensioneve nga sistemi kooperativist në ditët e sotme, dhe me thonë, që është rritur 230 fish në asnjë vend botës. Okej, duke qenë se është rritur 230 fish, ti me 220.000 lek, ja del dot muajin? Ja dalin më smiri pasi... Ne po flasim ato që deklarohet. Mos e vrit me në ti ishe pensionistët, 80 vjeç, 90 vjeç, bëjnë sport të liçeni artificial, e shëtisin dhe me thonë, me syze rajbone, e mbajnë vetën me kollare. Ky zotëri sapo tha që pensionistët janë në rregull. Me 230.000 lek janë shumë të kënaqur. Ti si mendon? Je i kënaqur me 230.000 lek një pension mesatar? Kjo shteti zi i joni që na ka kap. Nuk kemi ka shkojmë. Pensionistët janë në nxjihan bukë këshpia. Ata pensionistët e ulta. Për veta duhen miliona qend e pazarit. Marrë vesh apo ja? Qeveria thotë që do t'i dyfishoj pensionet. Kur ti dyfishojnë, ne hemi që pa. Si do ta dalësh ti tani me dyfishimin e pensionit? Dalim më sa e që ose të dyfishojnë... Sa pension merrni? Ha? Sa pension merrni? Unë marrë 180.000 lek. Herë 2? Po, se nuk e di unë. Po i bon herë 2 atëherë, jemi dakord. Për ndryshe, e merë miliona i ata zakartë e tje. Ndërsa na nuk kemi bukë më hëngën e pensionistët. Edhe nëse ty të dyfishohet pensionit, ti në rregull. Kalem si kriminër gurt, avash, të hesim në në tjetën. Ju thatë që pensionistët janë bërnut. Bërnut janë. Pra, nuk e dalin dot. Se dalin, absolutisht janë. Zero. Nga ana tjetër, Belinda Balluku është akoma në detyrë. Firmos tendra. Ku gjen gjithë lek kjo që firmos kur shteti s'ka lek për unë nuk i di, nuk i mund t'i bëj ato llogari unë fare. Po do të them këta që ata po bëjnë numra nga më të ndryshmet që popin e morëm qafë. Kush do? Ndash këni, ndash djathë, ndash majtë, njëjtë në shkretë që në ka jetë. Unë i kam rreth 37 vjetë punë, me ka një pension i varfër.
Pra ti e dije që kishe një pension të parë. Ti e dije që kishe një pension, do dilte një pension i vartë, para paka shumë e bëj para përgatitje për veten tënde. Para përgatitje që shisha në për shokën se atë llogarisën e bëjnë, unë bëjnë ata zagarda dhe hajtuta dhe t'jenë kredhenit, që vjemi për vete. Çfarë duhet bëjmë ne ta ndryshojmë këtë gjë? Çfarë dhe bëjmë? Ju çunët e ri e keni ndore këmona, unë më mzihet për rrugë. Po ju keni qenë të ri? Po kemi qenë të ri na, bëm luftën ne, e ne kemi marrë këtë. Ju e mbajtët. Po kush? E majti Serbi. Që majti? A marrë vesh. Ne e majti. A është gati rinia që të ngrihet edhe njerëz se ju që ta mbajnë këtë vend apo po rrëshket në pak? Rinia pa, aja ka ndorë ju. Ju si e shikoni rinin sot? Ka marrë, më rinia ka hikë, ka marrë rinia, qa rinia ku ke rinia ma, ka marrë fund Shqipnia daj. Ka marrë fund ka hikë Shqipnia, s'ka Shqipni ma. Dhe shi ka vesh këta dha pa shëngë që vjeli me miliona dhe kash. E knaqur si jam të i 160 e kam po, për që vese qisë. Si e bëni me ato 160.000 lekë që merrni? Si i prisht? Si është ty një muaj? Po shtim, e qisë, po, me zarë, po. Me gjilpër? Me kursime. Si ka mundësi gjithë jetën vetëm me kursime shqiptare? Po, që të më thënë, aqë që kemi. Thuhet që në 2027-ën Do ngërje. qeveria do të dyfishoj. Po, inshallah. Inshallah në ngre. Kur ti ngrej pension, me çfarë do i prishte? Si do i prish, do marrë më shumë gjëra. Për shembull mishe, gjëra s'marrë, kështu gjëra. Jo. Sa kohë keni pa ngrënë mish? Jo, mishi nuk e haj, në fakt edhe të kisha lek. Për shkak të moshës apo? Jo, unë marrë vetëm pula për shembull. Aragosta, gjëra det. Gjëra kështu, nuk e kam qef shumë mishin, kështu që e kushtekëm. A hani peshk, gjëra detit, gjëra shtrejta? Peshkun e haj, po më bëni që shkoj e vjellë dhe nuk e haj do. Ku shkoj, se kam qunin në E ke nga Itali. çmimi apo? Jo, më bërë nuk e di. Kurse herën e fundit e kam hangër, edhe nuk e kam gjitë se ku kam shku ke quni, se ato më bëjnë peshkun e përdorin. Gjatë kohës që ju keni qenë në jetë aktive, e kishit menduar që do merrni një pension të tillë? Jo, po s'kisha vitër si punë, kisha 26 vjetë. Dhe me si 6 vjetë, 106 vjetë, me thënë drejtën, ku ishte sala, e kisha 8 vjetë. Edhe vetëm i hem ka shtu 500 lekë. 500 lekë? 500 lekë. Kurse tash i paktën ka shkuj 160, jo so shumë. Nga 90 160? Po, Prap do urritet. po, prap do na rrisi. Kështu që bere që vesem. Pensionet tona. Thuhet që në 2027-ën Rama do të dyfishoj. 27-ën presim dot, s'presim. Ne jena sot për nesër. Rama t'i rrisi se kena punu një jetë. Gjatë një jete që keni punuar, a pa të menduar se do të dilte pensioni me këtë shumë që keni ju? Asnjëherë, Pra jo. mendoni se do bëni një jetë dinjitoze me ato lekë që do merrni pension? Asnjëherë. Nuk me ato lekë që marrim ne, 100.000 lekë pension, jo. Çfarë do të bëj qeveria që mosha juaj të bëjë një jetë? Po të na vlerësoj punën që kena bë. Kena punu një jetë. Ku është problemi që nuk i vlerësojnë nga? Kujtë ju po si del për vete, do marrë një për vete, pastaj po të provoj. Mirë. Qeveria u arriti pensionin. Jeni të kënaq? Mos ka rëgjam, mërë ba jenë vetës që. Ku e ka rritë? Po kështu thot ai, do të dyfishoj pensionin atë. Po ç'ke me këtë? Pse? Por do të si ka rritë, mërë. Moshtrim dhe e dinom. Qeveria u ka dyfishuar pensionin në 2027. Po shpresojmë që Si t'i do i rrisi. prishni ato lekë? Ne do i presim me gëzim ato lek, do i prishim si mas dëshirave tona. Gjatë kohës ju keni qenë në punë. E mendoni që do mbeni këtë pension që keni aktualisht? Pra pa të bëni një lloj paraprite për jetën? Shiko, pensioni o djalë është i pa mjaftueshëm, po me gjitha do ne do i nënshtromi tash. Si a Saj dili? që na e qeveria. Si a dili? Po me kalamaj që janë shtetit, ato na ndihmojnë. Vetëm ata. Se t'ishte për ne, është e pamundur që me pensionin që kemi ta përballojmë, ta mbyllim muajin. Sipas ju, çfarë duhet bëjë qeveria që kategoria juaj, pensionistët, jetojnë të bëjnë një jetë dinjitoze? Po, qeveria duhet të bëhet mundur që njerëzit paguajnë sigurime shoqërore, me qëllim që të rriten pensionet, po s'paguajnë sigurime shoqërore njerëzit, sigurisht që raporti është 10 me 1, duhet të derdhi sigurime 10 veta që të dalin pension një person. A mendon se qeveria nuk ka lek për të rritë pensionet? Po qeveria ka lek, po ato leka nuk do t'i kaloj për pensionet. Do t'ja japi Belindës të firmosi tender. Atë nuk e di unë se kujtja e, po
ajo nuk i kalon Pensione. atë fonde. Si ka mundësi që qeveria pensionistët nuk i jep lek, Nuk i jep. Vit për vit i jep nga i shpërbim. Do merri 150.000 lekë. Jo unë. Pra, do më thënë, qa është e knajshme kjo? Pse? Me 150.000 lekë s'është e kënaqshme? Po pse duhet jetë e knajshme? Njërë vit. 150.000 lekë. E qarë. Pensioni ullë shumë poshtë, ndërsa rrogat e janë shumë të majme rrogat e qeveritarëve dhe këtyre janë deri në 7.000 lekë. Dhe kështu që çmimet janë rrinë në proporcion me këto rroga. Ju vetë si atë dilni saktësisht? Po duhet me hangër pak, mi e dalë. Han pak. Të ha pak. Sa pension merri? Konsum me shumë pak. Po, pension 200.000 lekë vjetra. 2027 do vej 400. Afërsisht plus minus. Nuk e dim 2000 se edhe 400 me vajt, edhe 500 me vajt, nuk e rrinë aty se. Ti aja rrit pensionin dhe me thanë 5% a 10%, ati që ja e ka 1 milion i shko shumë përqinja, dhe ai, kur rrit pensioni 5%, ai rrit shmime 10%. Në proporcion me pension rrit shmime, dhe me thanë, kjo se rrit 5.000 lekë, ai rrit 10.000 shmimin e ushtimi që prapë të jenë minus. Si ka mundësi të më që për pensionistët ose për shtresat të tjerë, jo vetëm pensionistë, ndihmë sociale. Është vetë rendi i ri shoqëror më zotni që pa barazia shoqërore nuk të lejon. As barazi, as paqe, as qetësi, as gjë. Pra ai që merr shumë do marrë prapë shumë thotë. Do të mori prapë Ai shumë. që ka 400 do vetë 800. Së është lloj sistemit. O sistemi pa barabartë. Na krau Një sistem pa barabartë nuk është i lumtur asnjë. Edhe ai që ka merr 7 milionë ka kokën në gërshan. Unë e kam nga Varfria, ndërsa e ka nga... Në 2027 ka thënë kryeministri që do rriten pensionet, do ju dyfishohen. Po që thuja mu, më qafë se jam smur, jam shumë smur. Të lutem. Tani që more lajmi që do të rriten pensionet u smurën. Atë ki që qatë,